nëse ka një problem të madh serioz sot, se sa herë flasim, juve me njeri u shkon mendja ke spagu, se juve në qoftë se juve keni dhe hallën e lajmeve, keni dhe hallën e tenxherës, keni hallën e çado e kokave të lakrës si do hidhnin tenxhere, juve e keni hallën shumë konkret. Po në fakt është shumë më e gjerë kjo, s'ka lidhje thjesht me spagun. Sistemi që ne kemi ngritur është një sistem që vetë qeveriset. Pra, këto problematika, për shembull para burgimit, duhet ishte temë kryesore e Këshillit të Lartë gjyqësor. Është qeveria e gjykatave. Ajo është qeveria. Duhet ishte temë e Këshillit të Lartë prokurorisë. Ai raporti i Këshillit të Evropës nuk duhet ishte patjetër temë jona, se nuk diskutohet se ne bëjmë ligjet, por është temë e tyre. Keni dëgjuar ju të ngrihet në një problem publik? Jo. E vetëm një herë kur unë shoh ata të dëgjohen publikisht është kur reagojnë ndaj meje. Kupton? Ndërkohë që janë ca të tjerë që shajnë me libër shtëpie prokurorët e Spakut, unë s'kam pa ndonjëherë në një këshill që të çohet të thotë. Po nëse, s'ka problem, jam mësuar me këto. Qa nuk të vret, vetëm të forcon, e kam të provuar vetë këtë, më ka pas pëlqyer shumë kur e citoja nga Nietzsche, tani e kam me provë. Kjo është problematika që është e gjerë dhe tema është e madhe, nuk është çështje cicmicesh, nuk është çështje taktikash, nuk është çështje momenti, mua personalisht e gjithë kjo zhurmë e madhe tenxheresh që krijon një ide si kur shpondodh, më duket një palavi e neveritshme, por as më ndikon dhe s'më impresionon fare përsa i përket këtyre punëve reale dhe gjërave serioze që duhet bëjmë. Sepse flasim këtu dhe kemi folur disa tani rreth një orë në mos gabohem, se s'po mas orën, duke qenë se ju dha shkohë, Jo, flasim për kohën që morët ju me këto historitë burgu, spagu, se s'po flasim për tjerat, dhe ndërkohë nuk u kujtua askush, edhe natyrisht që nuk është në një temë e rëndësishme se si do shkojnë punët ku janë dhe si do shkojnë punët e infrastrukturës në Shqipëri, kuptohet se qa ju duhet ju kjo, ju duhet vetëm rruga nga treni, ju duhet jo, aty hekur nuk ka. Në tunelin Llogaras, ky është një fakt që kush e ka kapur tamam, edhe me që jemi këtu tani për vit. Po, me që jemi për vit të ri këtu, unë po ja u them këtë se bashkë kemi s'na dëgjon njeri, hekur në tunelin Llogaras nuk ka. Aty është përdorur bar i thatë, keni parasysh atë barin që përdoret në jug për ato tendat që të hije dhe nga që u desh vjedhur shumë, aty u përdor bar. U bë në vend hekurit, u vu bar i thatë, edhe madje ka dhe një krim tjetër aty që është bërë, që është marrë shumë zhavor, nuk po e gjejt ashti këtë, se ku e kam, po është marrë dhe shumë zhavor, edhe bar zhavor rër, dhe u bë një strukturë që ata turqit, se turqit këtë punë kanë, janë të poshtë shumë, pretendojnë që është më i fortë se hekuri. Po këtë do ta studioni ju, patjetër edhe do ta nxirr, jam i sigurt që edhe kjo do dali. Pa merak. Po në ndërkohë, derisa të dalin këto, tuneli Llogaras është aty edhe është aty, është shëndoshë mirë dhe e përdorin të gjithë dhe lehtësohen të gjithë. Ato pastaj janë çështje tjetër. Ato lidhen me gërmimin. Ato janë punë gërmimesh, nuk janë punë tuneli. Nuk është punë hekuri, domethënë. Ku janë ato? Ato janë punë gërmimesh. Kështu që ato nuk e di. Do gërmoni edhe inshallah i gjeni. Inshallah i gjeni, do zoti. Ndërkohë ne do vazhdojmë të bëjmë tunele, do vazhdojmë të bëjmë akset dhe këtë mandat, si që kam thënë, do ecim shumë edhe me
projektet e rrugave. Kështu që kështu i kemi ndarë detyrat. Po juve aty, tenxheret.